Zgjedhjet në Kosovë më 28 dhjetor po afrohen. Ditë e rëndësishme, ditë vendimi, dhe pikrisht në këto ditë, në vend që të rritet mençuria e maturia, po shtohet përçarja, fyerja dhe urrejtja. Po shpiken akuza, po behen montazhe me inteligjencë artificiale, po synohet të njollohet secili që mendon ndryshe. Kjo nuk është rruga e jonë. Kosova është ngritur mbi gjakun e bijave dhe bijve të saj, jo mbi shpifje tradhti. Ne fituam lirinë me pushk dhe me bes, me besim në njëri tjetrin, me vllazëri e nder. Nuk ka armik më të rrezikshëm se urrejtja brenda shtëpisë sonë. Nëse bijem viktim e saj, i kemi bërë dëm vetës, fëmijëve tanë dhe ardheut. Sot kemi nevojë për unitet. Kjo tokë e vogël ka vend për të gjithë, për çdo mendim e çdo bindje. Boll ta ruajmë një gjë të shenjtë, respektin ndaj njëri tjetrit. Le të votojmë me zemër të bardhë, le të kundërshtojmë pa fyer, le të kërkojmë të vërtetën, jo lajmet e rreme. Le ta mbajmë mend se flamuri është i njëjtë për të gjithë, kuq e zi. Kosova nuk ka nevojë për shqiptarë të luftojnë shqiptarët. Kosova ka nevojë për krah që punojnë, për zemra që duan, për trima që ndërtojnë. Të gjithë bashkë të bashkuar si dikur jemi të pathyeshëm. Nder e lavdi brezave që na sollën deri këtu. Urime Kosovë. E qofshim këto zgjedhje të lira, të ndershme dhe me dinjitet. Zoti e bekoft atë dheun tonë.